Mirdita, vëllezër dhe motra shqiptare, kudo ku jeni, nuk ka si të ndodhi ndryshe në këtë ditë të bukur maj, kur lulet sa kanë filluar të çelin dhe ne në këtë mëngjes ëmbël, qetë, 250 kilometra vetëm për të takuar gigantin. O berrat që pa dhe fat. Sot kemi një të ftuar shumë interesant, Dr. Orsi, urolog, i cili ushton profesionin e tij në spitalet në Gjermani, por njëkohësisht kryen vizita edhe në Shqipëri. Në këtë episod do të flasim për problematikat më të zakonshme urologjike, kontrolle që nuk duhen kur neglizhuar, teknologjinë dhe eksperiencën në sistemin shëndetësor në Gjermani. Të flasim pak për mjekësinë në përgjithësi, pse jo, dhe rrugën tënde si urolog. Po mjekësinë e përgjithshme e kemi mbaruar në Shqipëri, në Tiranë, tek zonja e Këshillit të Mirë. Pas diplomimit që kemi kryer në Romë, në Itali, vendosëm të vinë në Gjermani. Se fillim erdhëm mësojmë gjuhën. Momentalisht jeni stacionuar në këtë qytet të bukur. Unë kam marrur në orët e para të mëngjesit. Po, qyteti këtu në Bad Mergentheim është një qytet pak i vogël. Vinë edhe shumë pacientë nga gjithë, domethënë rrethina, se ky spital është vendosur pak si i vetëm, le të themi, dhe spitali tjetër urologjik më i afërt është tipu tek 50 kilometra. Kështu që gjithë zona 50 kilometra, le të themi, kurohet këtu. Sa vite keni te ky spital që punoni? Te ky spital kam që në janar 2025. 2025. Po, viti 2, jemi viti 2. Miku im, neve si çdo lloj episodi, ëmbël, ata që na dëgjojnë, ta kuptojnë çdo të thot urologji. E kuptoj që ka shumë probleme, jo vetëm në Gjermani, por edhe në Shqipëri, së shpejti, brenda 2026-s, do të futet një pajisje multiplus, O plus. Dhe për çfarë do të përdoret kjo në urologji? Pajisja me lazer që ne përdorim për të operuar prostatën, për të operuar ndërkohë edhe gurët në gjanë në veshka dhe në frikës në urinë dhe në ureter. Kjo pajisje besoj se në maj 2026 ka ardhur në Shqipëri, thjesht po e stabilizojmë domethënë pajisjen, duhet kalibruar le të themi. Patjetër. Po presim ekspertë gjerman që të vijnë në Gjermani, ta kontrollojnë që në fillim nga ana teknike, nga ana sigurisë. Që me pak fjalë të përgatitet. Besoj se është e para si pajisje që po vendoset në mjekësinë shqiptare. Kjo pajisje është e para që në Shqipëri. Kjo është një pajisje e provuar këtu në Gjermani. Quhet Jena Surgical, me emrin. Është një qytet që quhet Jena këtu në Gjermani dhe unë kam vajtur te fabrika, kam parë vetë këtë lazer. Që ti e kishe ëndër që pikërisht të pajisje ta çohen në Shqipëri. Në spitali ku jam tani, vëmë çdo ditë, domethënë, dhe kjo është pajisja momentalisht një ndër më të mirat për të operuar prostatën, se aty ka të funksionin le të themi kryesor për të operuar prostatën benigje, le të themi hiperplazim benigje të prostatës, kur prostata nuk është tumor, smallohet, na jep ato shqetësimet që na jep, edhe kjo është metoda që heq më mirë prostatën, më shumë dhe në kohë gjatë neve kemi rezultate shumë të mira. Pikërisht kjo pajisje ka dhënë shumë rezultate, jo vetëm në Gjermani. Kjo pajisje në Gjermani përfitohet le të themi nga maksimalisht 20% e popullsisë. Edhe në Gjermani nuk e kanë këtë si standard le të themi, sepse ka disa arsye të ndryshme, kostot, teknologjia është e re, mjekët duhet i farkohen për ta mësuar. Kjo është pajisje që ti e mëson duke operuar. Sa më shumë pacientë operosh, domethënë sa më tepër ta praktikosh, aq më shumë. Miku im, cilat janë sëmundjet urologjike më të shpeshta që përhapen sot te pacientët tanë? Sëmundjet më të shpeshta në vend parë prostatë. Hiperplazia benigje e prostatës ose sindroma benigje e prostatës që tani është më e përhapura. Sot për sot. Le të marrim se mjeshkët mbi 50 vjeç, 50% e kanë këtë. Fillon avash, dikush e ka më keq, dikush e ka më mirë. E morët vesh apo jo? Je 50 vjeç. Ik të ke qendajua, be një vizit, e tu befsha, se su be qameti. Ik atje në Shqipëri, nuk e di kemi urologa apo s'kemi, por vate 50 vjeç, ik atje. Apo jo të do? Duhet patjetër të bëhet. Të paktën kur je 50 vjeç, do të bëj një kontroll jo vetëm prostatën, por edhe për gjitha të tjera. Mund të shohim veshkat, shohim prostatën, shohim organet gjenitale, shohim frikën e urinës, pra bëhet një check-up total që nuk zgjat shumë dhe e di ku je. E di ku do shkosh. I ka vënë re doktor që kohët e fundit këta që janë mbi 50 vjeç kanë frikë të vetë doktorit. Kanë shumë frikë. Po, kjo ka shumë arsye. Po? Sigurisht që ne të gjithë kemi pak frikë nga operacione, nuk është se kam vetë shqiptarët. Po? Si ti dhe unë, kur bëhet fjala për një operacion, besoj se nuk është se vetëm me qejf të operohesh. Ndoshta në Shqipëri është edhe besimi pak lëkundur tek sistemi mjekësor, mendoj unë, edhe gjithmonë tendojnë të vinë pak vonë. Ka vënë re që në Shqipëri, të gjithë pacientët që kanë vënë që kanë vizituar, prostata është goxhan në një fazë të avancuar le të themi. Po miku im, vazhdojmë. Cilat janë shenjat e ershme
të një kanceri të prostatës. Problemet tumorale në përgjithësi nuk t'japin shenja në fillim, kjo është problemi. Nuk t'japin as dhimbje, nuk t'japin asnjë gjë. Prostata nuk t'jep asnjë shenjë në fillim. Pra, tumori shfaqet, zhvillohet dhe ti kur t'jep shenja që t'jep dhimbje le të themi, atëherë ajo është përhapur. Është përhapur në përkocë, ka përhapur në për organe dhe atëherë është shumë le të themi ta kurojmë pacientin dhe ta shpëtojmë nga kjo sëmundje. Ta kurojmë nga tumori në kuptimin që ta heqim komplet tumorin, ëh. Për këtë arsye janë të rëndësishme ato kontrollet që ne tham, po që duhet të jetë tek urologu. Prostata ka këtë markerin tumoral, PSA quhet, dhe thjesht një analizë gjaku. Rritet kjo? Po. Dyshohet për tumor. Dyshohet për tumor, bën diagnostikime të tjera. Për shembull rezonanca magnetike, nëse dhe ajo e vërteton që ose dyshon edhe që ka tumor. I kemi në Shqipëri në këto miku? Në Shqipëri sigurisht që kemi rezonancë magnetike, ka disa rezonanca magnetike, ato kanë multiparametrike, ato më të fundit nuk e di nëse janë në Shqipëri, sepse duhet një tip rezonancë magnetike shumë e fuqishme. 3 testra i thon këtu, nuk e di se janë në Shqipëri, nuk e di janë 1.5 ndoshta diçka e tillë, por diçka shifet edhe atje. Tjetë thjesht një dyshim rezonancë magnetike. Pastaj do bërë biopsia së rregull. Nëse dyshojmë për një tumor prostat, duhet bërë biopsia. Në çfarë moshe rekomandohet, doktor, të fillojmë kontrollet rutinë të prostatës? Domethënë ju si doktor, në çfarë moshe? Domethënë në Gjermani për shembull, po ta them se është në Gjermani, që të bëjmë krahasimin me Shqipërinë, në moshën 50 vjeçare. Domethënë 50 fillon loja. Për të bërë le të themi screening për tumorin më shumë kurse për prostatën benignë, aty varet nga shenjat. Mund të fillojë edhe më herët. Një rast tjetër është nëse kemi për shembull në familje dikë me tumor prostatës, kemi babin, kemi vllain. Atëherë fillon në moshën 45 vjeçare. 45 vjeç. Po, pak më herët. Pak më herët, sepse kemi histori familjare dhe një faktor gjenetik, domethënë luan një rol aty të rëndësishëm. Me histori ose dikush në familje, në fis, është mirë të bëhet kontrolli. Miku im, sa ndikon stresi, ankthi dhe mënyra e jetës në këto probleme? Po këto janë gjëra që ne nuk i masim dot, me thënë drejtën. Mund të ndikojnë, por nuk kemi si t'i masim. Stresi gjithandej ndikon. Ka marrë vesh miku im që kohët e fundit do të kryeni operacione pikërisht tek një spital në Tiranë për pajisjen që po çoni. Mund ta jepni një informacion dhe para kryesore të gjithë ata që na shikojnë, të gjithë ata që na dëgjojnë, ku mund ta gjejnë doktor Olsi? Po, në Shqipëri kam rreth 5-6 muaj që bëj operacione, me anë të pajisjes me lazer, HOLEP i quhet, besoj se do fillojnë tani në maj operacionet e para. Dhe ku mund të gjejmë është njëri për shembull që është nga Korça, që është nga Durrësi, që është nga Vlora, që është nga Elbasani. Kjo pajisje do vinë te Spitali Kontinental në Tiranë. Doktor Olsi, duke filluar nga fundi maj, së shpejti është në Tiranë, nga që ka ardhur nga një nga pajisjet më të mira gjermane dhe pikërisht doktor Olsi do të kryejë operacione aty. Prandaj të gjithë njerëzit, vëllezër motra, nga veriu në jug, doktor Olsin e keni në rrjetet sociale, mund t'i shkruash doktor Olsit, 068 41 5000 i njish në fund, nga që është dhe numri 1, një nga më të mirët sot për sot, dhe do ta gjeni atje. Apo jo, doktor? Po, aty jam në WhatsApp, domethënë gjithkohës, edhe kur jam në Gjermani, është numri është i hapur. Po. Kurse për të telefonuar është i hapur vetëm kur jam në Shqipëri. S'ka problem fare. Për shembull, vetëm një pacient do vetë tek Kontinentali. Po. Ka probleme. Ai do thotë që dua doktor Olsin, apo ata e dinë që pikërisht problemi është akut, urgjencë, unë jam në Gjermani, ai atë nuk mund të presë, duhet të vend urologu më shpejt që mund të gjej. Po. Nëse është problemi që mund të presin, atëherë te recepcioni thjesht telefonon, thotë që duhet lejnë takim me doktor Olsin. Të kuptoj. Miku im, janë shumë doktor në Shqipëri që pikërisht kanë dëshirë që të vinë në Gjermani. Çfarë do të thoshte doktor Olsi? Pa patriotizëm, kja parasysh se cili nga ne ka xhepin e vet, por but ëmbël e ëmbël. Çfarë do t'i themi doktorave? Dhe kemi një urlidhse midis doktorave gjermanisë dhe doktorave shqipërisë? Ka 2 lloj doktora në Shqipëri, të parë që dalin nga shteti, nga Universiteti Mjekësisë Shqipërisë, dhe të tjerë që dalin nga zonja e mirë, nga spitali privat. Pikërisht ju që keni mbaruar dhe aty, po? Janë 2 rrugë pak të ndryshme. Po. Kush ka mbaruar nga shteti duhet sigurisht që duhet ditur gjua. Kryesorja. B2 ka qenë atëherë, më duket se është bërë C1. Më duket se jo është bërë, po është bërë garantuar C1. Dhe është bërë pak më e vështirë. Kur kam ardhur këtu ka qenë 2014, B2 mjaftonte. Tani është bërë C1. Kjo është hapi i parë. Pak të pa pasur nivelin C1, çdo hap tjetër është pak i nxituar. Ose le të themi thjesht B2
Pastaj mund të fillosh të hedhësh letrat tash ideja që të fillosh të vish këtej. Problemi tjetër që kanë studentët nga Universiteti Shqiptar, që delin nga shteti jonë, është sepse duhet të bëjnë këtu një provim të shtetit tjetër, gjermanisht, kjo është shumë e vështirë. Është ajo licenca si thon këto apo jo? Po aprobacioni që i themi këtu. Kjo është shumë e vështirë. Ajo është e vështirë sepse duhet të bësh në gjuhë të huaj komplet miksin provim edhe një herë. Po në qoftë se ai nuk di gjermanisht, di anglisht. Ja, s'funksionon, duhet të shkretëm gjermanisht. Domethënë bëhet fjala për gjithë çunat dhe gocat që kanë dëshirë nga Shqipëria të vinë në Gjermani, doktora, duhet vetëm niveli gjuhës C1. C1 dhe letrat për të bërë këtë njohjen, dhe mos i bëhet njohja, atëherë mund të fillosh të kërkosh punë për specializimin që do. Nëse del nga zonja e Këshillit të Mirë, ne këtë provim e bëjmë në Romë, në Itali. Dhe kjo këtu njihet. Pra, domethënë Europë me Europë, po. Europë me Europë dhe këtu masi bëhet ky provimi, aprobacioni thjesht duhet vetëm gjuha, vetëm C1. Niveli gjuhës. Provimi i shtetit këtu nuk duhet më. Pak më lehtë pastaj, sepse provimi është dhënë në gjuhë italiane, në gjuhën që ke bërë Meksin, gjuhë italisht, dhe është pak më lehtë. Prandaj janë dy rrugë të ndryshme. A ja vlen të vesh në Gjermani? Për mua sigurisht janë në Gjermani, sepse sistemi i shkollimit këtu është standardizuar në atë mënyrë që ti masi marrën specializimin, ndihesh kompetent, ndihesh i sigurt në punën që bën. Sigurisht që mjekësia nuk marron me specializimin. Marron atë punë vetë ikën, po je shumë gjithë jetën, por ti je në atë gjendje që ti je le të thuash i sigurt në punën që bën. Pasi ka dhe ato po të vija të mira dhe të këqija të vet. Ajo që ndryshon këtu është komplet stili, është komplet ndryshe nga që kemi në Shqipëri. Pra ne vim nga një shoqëri tjetër, të ambientojmë në një shoqëri tjetër, në një shoqëri që nuk i dim as rregullat mirë, nuk i dim si jetojnë. Sado që jemi përshtatur jashtëzakonisht mirë. Gjermania dhe Shqipëria për mua ka një ndryshim shumë të madh, sepse ne jemi vende të Ballkanit, jemi vende të mesdhejut dhe ne pak a shumë kemi tjetër kulturë. Ta janë më verior, janë më nordik, le të themi. Këta janë më në punën e vet. Ta janë më në punën e vet, le të themi ajo. Ne jemi mësuar që të kemi pak ndihmë nga X-i, nga Y-i, nga miku, nga shoku, nga vllai. Ai ka parasysh çfarë duhet të them. Një gjë që kam mësuar në Gjermani është gjithmonë duhet të pyesësh, gjithmonë duhet të kërkosh atë që do. Nëse ti s'e kërkon asnjëri, nuk e di se çfarë ketë në kokë. Nuk e di se çfarë ketë në kokë dhe këtë gjë unë në 2 vitet e para kam mësuar që do të tani çfarë kemi kështu që as e di, e ka vetë parasysh. Ktu nuk e di asnjëri parasysh se çfarë do ti. Kërkohet ta marrësh. Po kërkove e merr. Ktu Gjermani nëse ti kërkon të ndihmon. Ta jep mundsinë. Ta jep mundsinë. Por nëse s'kërkove ai nuk e di se çfarë do ti. Kjo është një ndër ato leksionet që unë kam marrë. Të kuptoj me ardhjen e pajisjes së re, besoj dhe mendoj, do të realizoni diçka që shqiptarët nuk e kanë patur, domethënë një diçka të bukur që bën kjo është një mënyrë revolucionare për operacionin e prostatës. Siç ta thash, në Gjermani 20% e popullsisë ka akses te kjo. Kështu që 80% nuk e ka. Kështu që edhe Shqipërinë do fillojnë avash të kenë akses shqiptarët te kjo. Të futet, po. Sepse kjo është metoda që, siç e shpjegova më herët, është standardi i fundit. Ka dhe metoda të tjera, sepse prostata ka mbi 5-6 mënyra për ta operuar. Po. Por le të themi mbas turi prostatës është operacioni standard që është bërë gjithmonë, si në Gjermani, si në Shqipëri. Në çdo vend, po. Dhe kjo është le të themi ajo versioni 2.0 është versioni që heq më shumë prostat, gjakoset më pak pacienti për 1 ditë, 2 ditë ngrihen këmbë. Dhe nuk ka nevojë të reoperohet për të paktën 10 vjet. Dhe kjo për mua është game changer, thonë anglezët, që kjo ndryshon rregullat e lojës. Kjo ndryshon komplet rregullat e lojës. Sidomos për prostatat e mëdha që janë 100 mg, 120, 150, 200, 350, ka deri në 300-400. 300-400. Po, si rregull më përpara është apo me thik. Po, bisturi dhe heqet me dorë, sepse shumë e madhe. Ajo me të kryer nuk e bën. Nuk e bën. Sepse ka një afat operacioni. Operacioni duhet bëhet brenda orës së rregull. Është mirë që brenda orës të kesh mbaruar. Nëse prostata është e madhe, ti do shumë kohë ta bësh me metodën e vjetër. Me këtë të rend, duke bërë me lazer, e pret edhe e bën shumë gat. Edhe një herë çuna, ju a kemi thënë do ja përsërisim gjithmonë, doktor Olsi do ta gjejmë tek Spitali Continental në Tiranë. Së shpejti fillojnë operacionet e para me pajisjen e re që vjen nga Gjermania, edhe një herë mbi 45 vjeç, te 50-tat, mundohuni të bëni në një konsult me prostati. Ande gëte se thoni pastaj o bo me sëmundje të keqe, o bo me sëmundje të keqe. Në rregull, është doktor Olsi. Prandaj të gjithë bën një konsult. Atë që ndajmë. Prandaj ne kemi ardhur këtu pikërisht për doktor Olsin që të na japi një tip informacione si të veprojnë. Jo bo kur më dhem pastaj thua o doktor ç'a bëhet, ç'a s'bëhet. Apo jo doktor. Kontrollet duhet të bëhen më shpesh në Shqipëri, sepse është këtë gjë e kam re në Shqipëri që duhet të thënë diçka tjetër që është shumë e rëndësishme.
për sëmundje tumorale. Shumë pacientë operohen nga prostata, nga fshikë urinës, nga veshkat, madje disa kanë matur, njëri kishte matur në Berlin, po jap shembull konkret. Qytetar nga Kosova kishte matur në Berlin, kishte hequr prostatën, tumorin e prostatës me robot. Kishte matur në Kosovë dhe kishte bërë mas një kontroll. Ndërkohë që markeri tumoral në gjak po i rritej edhe ai nuk e dinte si të vepronte, po ishte pa informuar se si të bënte kontrollet më vonë. Një tjetër ishte operuar në Itali për 15 vitesh, operacioni kishte dalë mirë. Domethënë me pak fjalë, në momentin kur bëhet operacioni, nuk është e thënë që bëjmë operacionin dhe o burra të flem gjumë. Operacioni është vetëm fillimi. Bravo. Pastaj do vesh doktori të paktën për 5 vjet. Të paktën për 5 vjet. Të rish brenda kontrollit të doktorit për 5 vjet, sepse ne është e vërtetë që heqim tumorin, masën tumorale që ne shohim, por aty mund të ketë mikrometastazë, mund të ketë pjesë tumorale që ne nuk i shohim, që mund të jenë të përhapur. Prandaj të vejë te doktori atje, se ai thotë bëra operacioni, thotë çuj mbarova. Nuk ndiqen dhe nuk kjo është shumë e rëndësishme. Mua do të bëhet kontrolli mas operacionit që ai të jetojnë sa më gjatë, që edhe nëse rishfaqet sëmundja, ai të kapë në kohë. Ka mundësi për heqje prapë apo jo? Ka mundësi për heqje prapë, ka mundësi për terapitë të tjera, dhe e bukur është se kontrolli mbas operacionit në Shqipëri është falas. Po, kjo është e bukur. Nuk bësh rezonancë, skaner, në analizë gjaku, këto janë ekografi, këto janë, dhe në Shqipëri po të bëhet lidhja e dur, pacientët i përfitojnë falas. Dhe është gjuna që ti bën një operacion të madh. Dhe për ta lënë këtë, ta lënë pas dore këtë. Për arsye, për një arsye, për një tjetër nuk bën kontrollet e dura. Arsyet janë të shumë fishta. Të kuptoj. Një mund të jetë që pacienti është i painformuar, nuk e di fare që duhet bëhet kjo procedurë. Ajo duhet vinë te urologu dhe të flasë me urologun. Doktor, u operova mbas si muaj e zem. Është mirë të vesh te doktori. Doktor, operacioni shkoi shumë mirë. Faleminderit shumë për operacionin. Si vazhdohet? Si ecet etapa tjetër, etapa tjetër. Ne rrim telefon, gjithë kemi ChatGPT dhe aty ta fusësh informacion, do ta thot ai çfarë bësh. Çfarë do bësh? Po, lëvizjen e radhës. Në Shqipëri. Lëvizjen e radhës. Duke qenë se në Shqipëri sistemi shëndetësor ka të mira dhe të këqija veta, duhet të bësh edhe pak doktori vetes. Kjo është ajo që duhet. Po, do ta bësh pak doktori vetes. Dhe duhet të ndiqesh edhe pak vetë duhet të lexosh, sepse në Shqipëri nga neurologjik kemi shumë mungesa, sidomos në përrrethet. Në përrrethet. Ato desha të thosha, vazhdojmë shumë. Në përrrethet në Shqipëri, si veprohet pikërisht për zanatin tuaj? Ka urolog apo s'ka? Unë nuk i di të gjitha rrethet, por di që në Shkodra është një doktor shumë i mirë, di që Fieri ka. Po, Shkodra ka, Fieri ka, po. Fieri ka, Berati për shembull nuk ka. Berati nuk ka, po. Fatkeqësisht di që Elbasani ka, di që Vlora ka, qytetet e tjera nuk ti të them me siguri. Po. Po atje ka doktor, të paktën ka urolog, dhe ai të orienton. Ai të orienton që ai nuk ka të gjitha mjetet e dura, ai prapë të orienton edhe për Tiranë. Por pra për mua jemi pak. Çfarë formule do të jepje nëse do të jepesh një mendim, domethënë në shkollat në Tiranë, tek fakulteti juaj, do ishte gjë e bukur, që të zmadhohesh akoma çik më tepër kjo e urologjisë? Jo, shkolla ime nuk bën urolog. Nuk bën urolog. Bën vetëm mjek të përgjithshëm. Mjek të përgjithshëm. Po pastaj kur merr specializimin? Specializimi urologjisë në Shqipëri bëhet vetëm në shtet dhe është një ndege kirurgjisë të përgjithshme. Pra ti bën 4 vjet kirurgji të përgjithshme, bën një vit urologji. Dhe besoj se me atë një vjeçarin e ke kaluar klasën? Kjo është shumë pak. Është shumë pak. Kjo është shumë pak, por urologjia duhet të jetë deg më vete, duhet filloj nga dekani e universitetit ose ku diun atje, duhet hapet deg më vete që të ketë student specializimin që në vit të parë dhe të përgatiten brezat e ardhshëm dhe këta kur të dalë urolog dhe të shpërndahen në përrrethe. Ironia e faktit është se tumori prostatës është tumori më i shpeshtë tek meshkujt. Më i shpeshtë te meshkujt. Dhe është e morë vesh apo jo? Edhe një herë, te meshkujt është o bobo koka me peshqir. Koka me peshqir si thot Dajo te kenga, koka me peshqir, prostati te meshkujt është shumë vetëm zjarr fare. Apo jo? Dhe ironia e faktit është që është një deg e nënvlerësuar urologjia. Si ka mundësi që të mori më shpesh tek meshkut nënvlerësohet. Në mënyrë të tillë që nuk e di, mos ka dhe politika të tilla që pikërisht. Po tani nuk e di, kjo del nga për mua është nga universiteti. Po që ta nxjerrin ata si ata duhet të vendosin rregullat, ata duhet ta ndajnë këtë gjë për mendimin tim. Dhe atje unë e them gjithmonë këtë gjë. Nuk e di sa kanë Tiranë tek Nën Tereza, nuk e di sa janë ata 8, 10 urolog, nuk e di. Janë gjithë mbi 50 vjeç, çfarë do të mas 10 vjetësh kur ta dalin pension. Unë këtë nuk e di kuptoj. Po. Do dalin 10 vjet pension, i bie aty s'ka fare asgjë. Nuk është përgatitur, do presin që të kthehemi ne, domethënë do lohet me fati, nuk ka një strukturë të caktuar që ti thua tani unë po përgatit brezin e ri, ta do na zvendësojnë neve. Të kuptoj shumë. Kjo mungon. Dhe kjo është për mua një urgjencë.
për 10 vitet e ardhshme. Doktor, për pajisjen që do montohet te Continentali, çfarë do t'i themi shqiptarëve? Unë shqiptarët do të thoj që të marrin një mendim, të informohet për këtë pajisje, të marrin informacionin e duhur, edhe pastaj të bëjnë një konsult me urologun. E dur. Patjetër. Edhe pastaj të vendosin në fund vetëm të peshohet çfarë janë rreziqet e kësaj pajisje, çfarë janë të mirat e çfarë janë të këqijat e veta. Dhe duhet pastaj në fund të dalë një konkluzion dhe të vendosë, sepse është pacienti që vendos fundit për veten e vet, është trupi i tij, është prostata e tij. Dhe është ai që e zgjedh sipas mundësive të tij. Të kuptoj. Doktor, na vjen një pyetje rradhës tani dhe pyet pak doktorin, të lutem shumë, vetëm te meshkujt, po për femrat, ç'a bëhet? Kemi ndonjë terezi apo s'kemi ndonjë terezi? Domethënë pacienti ka nevojë që për ndihmë. Po, sigurisht. Sigurisht që ka domethënë është pjesa që urologu merr edhe me atë pjesë. Domethënë kjo është disfunksion erektil. Ose se po flet për këtë temë. Për kjo temë. Sigurisht kjo është pak fiziologjike, me anë të moshës fillon ulet pak. Dëshira seksuale. Aty kemi unë kam planin me 5 mënyra. Në 5 mënyra. Për ta ndihmuar pacientin. Domethënë mund t'japim informacionet e duhura apo jo? Po, informacioni i duhur dhe pastaj janë terapitë, 5 terapitë ndryshme që përdoren. Të kuptoj. Domethënë aty sigurisht kur pacienti vjen për kontroll, pak shumë ne e dimë që është dhe ky problemi që e shoqëron. Është kryesor. E shoqëron dhe pastaj neve i trajtojmë prostatën, trajtojmë të dyja. Të dyja paralel. Në një vizitë, pacienti pyetet nga të gjitha anët, nuk pyetet vetëm për prostatën kur vjen. Pacienti pyetet dhe për nga ereksioni disfunksioni, pyetet edhe nga përveshkat, pyetet nëse ka pasur gur, pyetet nëse ka infeksion. Domethënë me pak fjalë merret një informacion shumë i përgjithshëm. Pacienti kontrollohet nga gjitha anët, bëhet edhe kontrolli fizik, nuk është vetëm pyetje përgjigje, bëhet kontrolli fizik, preket trupi, preket organet, bëhet një eko, bëhet një analizë gjaku dhe pastaj në fund fare vendosin që doktori domethënë e di se çfarë ka pacienti. Vazhdojmë doktor, lutem shumë, këtu te spitali juaj ke koleg shqiptar të zanatit tënd ose zanatet e tjerave dhe her pas here takoheni, bizedoni me njëri tjetrin? Unë kam në grupin urologjisë një kolegë shumë të mirë. Nga e kemi atë? Nga Librazhdi. Nga Librazhdi, përshëndesim gjithçka të Librazhdit në këtë moment. Edhe e gjeta këtu kur erdha gjithë. Nuk e di që ishte këtu kur konkurrova atëherë për punë, nuk e di që ishte këtu. Dhe kur erdha këtu më tha shefi, kemi një shqiptar tjetër ata. Shumë mirë. Her pas here, jo vetëm te ky djali këtu, dhe kemi edhe nga degët e tjera, kemi infermierë kemi më shumë. Ka infermierë nga Shqipëria, pikërisht te spitali juaj. Po, kemi infermierë nga takoheni her pas here, domethënë bëni një bisedë tek kafja, takohemi ndonjëherë. Po, te oraret e pushimit, takohemi, po. Po jo shumë, jo për ditë, domethënë. Jo për ditë. Jo si në Shqipëri. Jo si në Shqipëri, o burat e kafja lagjes. E dim që jemi kështu shqiptar, përshëndetemi, por nuk është se ham drek çdo ditë. Po, bashkë. Doktor, do me thënë, me pak fjalë, nga vash emisionit tonë për vjen fundi, neve do t'i themi shqiptarëve, ata që janë në Shqipëri. Doktor Olsi e gjejmë te Continentali, pikërisht me pajisjen e re që ka ardhur, që në fund të majit bëhet operacioni parë, mos gaboj. Me pak fjalë, mbarove operacionin aty. Do kesh një listë aty për të bërë pikërisht operacionet, apo do jesh midis Gjermanisë dhe Shqipërisë? Do jemi midis Gjermanisë dhe Shqipërisë. Po, domethënë nëse një klient vetet e Continentali, i bie që ata ty lajmërojnë dhe ke lënë një listë operacionesh apo jo? Unë operacionin pa parë pacientit nuk mund ta lë. E para, kryesorja, do bëhet vizita me pacientin. Dhe do parë nëse ka nevojë për operacion, se nuk është tani se do. Se nuk është thënë që të vitë ty dhe bëma kej nuk ka nevojë për operacion, dhe ka nevojë për ilaçe për të operuar. Po, sepse mund të ketë dikush që ka dëgjuar që nga familjarët është operuar të operojmë dhe ose një ditë do më kapi. Jo, nuk është ashtu. Ne operojmë gjithmonë rastet kur pacienti ka nevojë, kur prostata ka nevojë për operacion. Miku im, çfarë do t'i themi shqiptarëve në këtë mbyllje të episodit? Dhe pikërisht nga kamera atje, çfarë do t'i thotë doktor Olsi? Që ata ta kuptojnë çdo të thotë pikërisht puna që të bëjmë? Për shqiptarët do të thotë gjë e rëndësishme për mua është që të bëhen kontrollet si para një operacioni, por më rëndësishme mbas operacioneve. Lutem, mbas operacioneve duhet të qëndroni tek
mjeku që ju ka operuar ose te dikush tjetër nëse si jam ushmendë, por do të bërë kontrollet të rregullta brenda një afati 5 vjeçar. Që ne, nëse na rishfaqet diçka në smundje tjetër, ose një smundje tumorale na rishfaqet sërish, ta kapim në kohë dhe ta menaxhojmë në kohë. Kjo ishte gjë për mua gjë e rëndësishme për të thënë shqiptarëve. Edhe një miku im, faleminderit që na ndoqët në këtë episod, një falënderim i veçantë edhe pikërisht për doktor Olsin, për kohën që ne i morëm, informacionin dhe eksperiencën që ndau me ne sot. Shpresoj që kjo bisedë t'ju ketë ndihmuar të kuptoni me shumë rëndësi kontrolle. Kujdesuni për shëndetin urologjik, kujdes ke që ndajua, vajte 45 vjeç, ik bëj një kontroll, por ky informacion vete jo vetëm për ata që banojnë në Shqipëri, edhe për çunat që janë këtu, për shoferat e furgonave, për çunat e baushterës, për taksixhinët. Je që je në Gjermani, ik dhe këtu bëj, se nuk është e them vetëm për Shqipërisë, edhe në Gjermani, në informacione japin në vija të përgjithshme, se jeta është shumë e shkurtër dhe duhet shijuar. Nëse ju pëlqeu episodi, mos harroni ta shpërndani komente dhe të na ndiqni në episodet e radhës. Doktor Olsi i gjeni në të gjitha rrjetet sociale, ja ku i kemi tu, Doktor Olsi Arizi, kemi në Facebook, në Instagram, në TikTok dhe numrin e kontaktit. Doktor Olsi, faleminderit që ishi bashkë, të nderuar, respektuar. Faleminderit, tonë tuaj.